Shorti hedhur dje në Nyon të Zvicrës përcaktoi që Shkëndija në raundin e parë kualifikues të përballet me skuadrën Europa FC nga Gibraltari. Ndeshja e parë do të zhvillohet më datë 9 korrik në Gibraltar, ndërsa revanshi është paraparë të luhet më datë 16 korrik në Shkup. Euro FC është një klub me traditë mbi 100 vjeçare dhe një emër i njohur në futbollin e Gibraltarit. Kjo do të jetë pjesëmarrja e tyre 11 në garat evropiane, ndërsa në të kaluarën janë përballur edhe me skuadra shqiptare si Prishtina dhe Dugagjini. Arritja e tyre më e madhe në Evropë mbetet kualifikimi në raundin e dytë eliminator të garave kontinentale. Ndërkohë në mëngjes UEFA ka shkurtuar listën e ekipeve për rivalët e mundshëm të Shkëndijës në xhiron e dytë, nëse e eliminon skuadrën nga Gibraltari. Në listë ku Shkëndija është bartse janë Dac e Slovakisë, fituesi i ndeshjes Deqiqi i Malit të Zi dhe Liepaja Letoni, Paksi i Hungarisë, Bravo e Slovenisë dhe fituesi i ndeshjes CSKA Sofje dhe Deri City Irland. Sileksi në xhiron e parë të Konferencë Liga do të përballet me skuadrën bieloruse Dinamo Minsk, kurse Vardari në raundin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve do të përballet me skuadrën finlandeze të Kups. Ndeshjen e parë Vardari do ta zhvillojë në Shkup më datë 7-8 korrik, ndërsa ajo kthyese është paraparë të zhvillohet në Finland më datë 14-15 korrik.